Një periudhë mbushur plot zhvillime për Blerë Muharremin, këngëtari i cili sapo festoi ditëlindjen, po hap kapitull të ri në disa fronte njëherësh. Nga statusi i babait për herë të dytë tek sipërmarrjet e reja profesionale dhe publikimi i një këngë të re. Sonte do t'i zbulojmë të gjitha me radhë. Fillojmë nga kuleta, pasi raporti i Bleros me parat ka marrë një drejtim krejt tjetër. Së fundmi, njeri sigurisht bën pare me sukses dhe sigurisht mundet me arrit të shumë pare me një kohë caktuar ndoshta edhe gjatë karrierës, por unë që kom vrejt ndër vite që ne nuk dim mi rujt paren, ose ne nuk dim menaxhu paren. Pothuajse aq më rëndësi është ata njerëz që mësojnë e dinin menaxhu paren, sepse unë mendoj që është ajo fjala e urtë kur thonë me një kohë caktuar vjen ajo mosha ku pare do të punu për ty, jo ti për paren. Kështu që është shumë e rëndësishme me ditë njerëz mas suksesit që kanë bërë pare, me ditë si menaxhu ato financat edhe mi rujt paren. Nëse keni hedhur syt në rrjetet e tij sociale, këto ditë me siguri keni vënë përfshirjen e tij në botën e trading, por në prapaskenë kjo iniciativë nuk është edhe aq e re. Jo, nuk është rrugë e fundit. Atë qysh unë sa i përket trading, që sigurisht e kom shfaq tash kohë të fundit në rrjetet mia sociale, është shumë e rëndësishme të cek një gjë. Unë mësoj për trading, hulumtoj çdo ditë lexoj. Unë jam pjesë e një ekipës të jashtëzakonshme që bëjnë trading, që janë profesionista. Aty përveç që mësoj, është krahasi edhe është diçka shumë e re edhe e mirë. Këtë pjesë Angel e kom qit tash në rrjetet sociale sepse du mi shpërnda këtë pjesën e rrugtimit tim me ata që më përcjellen në rrjetet sociale, se besoj që është një formë shumë e mirë për me mësu edhe me eksploru edhe thjesht sigurisht edhe me fitu. Unë nuk jam trader, unë jam vetëm mësona prej ekipës që i udhëheqin tradat, i bëj kopje planet e tyne edhe thjesht e bëj atë pjesën ku është bajagi easy kur t'jen gjatë pjesën e qasoj ekipës. Edhe shpresoj shumë që edhe njerëz që përcjellen mu futen në këtë botë edhe munden sigurisht me pas përfitime shumë mira, më mësu me diçka e re, edhe për mua është diçka jashtëzakonshme edhe është shumë kënaqësi e madhe sepse mendoj që është tepër interesant. Për të mos ecur sy mbyllur azim, gjatë këtij procesi, ai ka zgjedhur t'u besoj plotësisht profesionistëve të fushës. Kur të ki problem me ligj, ti dush me shku te avokati apo. Kur do me shku në palestër, ti sigurisht e merr një trener. Po do me thonë një jetë përditshme ne do të marrim njerëz që na udhëheqin drejtimin që janë profesionista. Në aspektin në botën e trading, unë mendoj që profesionistat janë ata që të udhëheqin, të cilët të tregojnë rrugën, por është një sen shumë e rëndësi. Nuk duhet në këtë botën e trading me të qenë të lakmitar. Thjesht me vite unë kom përcjell profesionistat, vazhdoj me përcjell, më mësu edhe shkoj vetëm sipas planit tyne, sepse mendoj që ajo është rruga më e dur. Ndoshta me një të ardhmen mas, se me thonë mas 5 ose 10 viteve mund të më rrjedhën deri dikon, por unë jam vetëm të mësu edhe ju them sinqerisht njerëz që dojnë me kësaj bote do të më përcjell profesionistat, nëse dojnë më përcjell mua, kanë e përcjellën punoj e kanë rrugën qelë sepse kam ndarë rrjetet e mia sociale gjitha provat e mia. Kam qenë shumë open me gjithë rrugtimin tim. Që prej 19 korrikut, Blero ka një grup për këtë punë në Telegram. Duket se ky angazhim e ka lënë muzikën disim në plan të dytë, një lëvizje që me sa duket këngëtare kishte parashikuar me kohë për shkak të ndryshimit të tregut. Këtë situatë muzikës unë për vete kom parashikuar para 3 viteve, që do të vjen kështu. Sa i përket kuptimin e koncerteve, performancave në klube të ndryshme, në Vatek Shikemiz, në kuptimin e koncerteve edhe gjitha diskotekave e tutje, por unë jam, si me thonë, eksploruese në aspektin e trading, e kom pa që është diçka që me vërtet është interesant. E thëmë këto me dëshirë që njerëz mund më përcjell mu, çka bojon nuk kanë domosdoshëm nëse dojnë absolutisht, për mua është shumë interesant në aspektin e fitimeve. Është diçka, edhe kjo e ka benefitet e veta të jashtëzakonshme, por
s'do me thonë qëllë nëse ndjen që është një rrugtim i ri që do më mësu diçka të re, po mendoj që trading është ajo e tashmja dhe ardhmja, sigurisht. Unë jam shumë i lumtur në aspektin financiar, kur muna mi bojnë, krejt, edhe nuk është shumë e vështirë, po vetëm nëse përcjell njerëz që kanë certifikate mira profesionistat, ajo është vetëm një formë. Por le të kthehemi te lajmi më i ëmbël, ardhja në jetë e djalit, Arej Darjan Muharremi. Fryti i dashurisë së tij me Ronitën e bëri blerën baba për herë të dytë. Unë sinqerisht do mi përgëzu Nitën për qysh e ka handled, kur thonë, qysh e ka trajtu këtë pjesë shumë mas pari shtatzanin, mandej lindjen, domethënë forma qysh është tu e rritë djalin tonë është e jashtëzakonshme. Nita është e cila është tash një nonë e jashtëzakonshme, edhe për neve është kapitulli më i bukur. S'po di, është qaq emocionuese kur flas për Arejn, është me nxit pres për shembull tash me shku në shtëpi edhe m'ja pa fytyrën mi përqaf se hala është i vogël, po m'jani erën. Për neve është gjë më e bukur, është dhuratë e Zotit, është bekim, gjithmonë i falenderoj Zotit për dhuratën që ka jep mua dhe Nitës, por besoj që edhe unë dhe Nita jemi tu e jetu çdo moment. Tash jemi shumë të lumtur, fal Zotit, shoqër që na ka dhuruar dhe Arejn, të shëndosh mirë. Se di, Angel, është diçka e kam prit, sepse unë jam bab vetë edhe di jam babitares, por ndoshta edhe mosha mi bëj katë vetën, kisha harru që është një bebe vogël, e sidomos kur është yti, është jashtëzakonshme. Siç ndodh zakonisht me VIP-at, zgjedhja e emrit ngjall me një herë kuriozitet dhe u komentua pafund për veçantinë dhe kuptimin e tij. Me Nitën kemi pas shumë dilema për emër. Po sigurisht kum dyshu kur te shija edhe sigurisht e Nitës në drejtimin sa i përket emrit. Ja kum dash me bë pak më të vështirë dhe ajo çto du, çto s'du, atë pak më jap pak presion në drejtim, por s'kam dyshu te aftësia sa në drejtim. Arej është domethënë arom, dhe arom edhe bën pjesë ku shpjegohet që është aroma e xhenetit. Darjan është një emër i cili gjithmonë i ka pëlqyer Nitës, edhe mua më ka pëlqyer shumë si emër kur ka thonë, dhe edhe tham dytë pse jo Arej Darjan. Edhe sigurisht në familje kanë thonë pse dy emra ose pse kënej, pse anej, po unë dhe Nita i dashurojmë të dy emra dhe me të vërtet jemi të lumtur që erdhëm dejte vendimi i emrit. Shpresoj se Arej kur të rritet kam i pëlqy emrat e vet. Kështu që Arej Darjan neve na ka pëlqyer shumë edhe shpresoj ndoshta edhe të tjerë që i pëlqen dhe i pakëzojnë fëmijët me atë emër. Jam i bindur se ka ndodhur para 16 vjetëve sa të Arej dhe një trend. Po unë e paisha Angel shumë edhe se unë pak i fiksuar mas futbollit, e paisha edhe mbrapa emrin Arej. Kështu në ndres futbollit. Përse më pëlqej shumë ajo pjesë. I rrin mirë. Arej Darjan. Sidomos ndres Barcelonës. Në gjithë këtë festë, më lumtura duket jetë vajza e blerës, Tara. Po, Tara ka prit mas mirë të mbot Arejn edhe tash Tara mezi ka prit Nita më ardhë prej Sarajeve, se Nita ka rinë në Sarajev, 2 javë mas, në fakt, 1 muaj mas lindjes prapërsisht. Edhe Tara mezi ka prit kur na ka prit në shtëpi në banesë kur i na ardhë me Arejn, ne ka pas atë partin welcome home që e kam bë krejt në shtëpi, edhe ka qenë jashtëzakonshme, emocionuar shumë. Tutut kemi prek i vogël Arej. Po e paisha fytyrën e Tarës që është tu e desh nga sekonda e parë më shumë të mbotë, edhe sigurisht që unë jam shumë i lumtur për Tarën që ka një vëlla tash. Edhe Nita është e lumtur shumë që edhe Tara është e lumtur. Për që qa me tonë, ka desh Zotin familjen tonë, na ka zbukuruar jetën Arej, edhe jemi tu e shiju. E më qemi tek dramat e vogla, rjeti po zihen pas një postimi provokues.
Fjala ex u lakua kudo dhe të gjithë po pyesin në kurreshtje. Cila nga ish partnerët u kujtua ta uronte për djalin? Nuk ka që ka marrë ndaj mesazh pej ndaj kuj kështu. Realisht ajo që për mu edhe për nitën sigurisht nuk kanë shumë normale dhe natyrshme. Urimi të utës nënës tarës është shumë i mirëpritur për neve dhe ne jemi të falenderuar. Që ajo është më rëndësi për neve, nëna tarës. Për të tjerë absolutisht nuk ka kurrë rëndësi që as që marrë ma. Pikërisht këtu duhet të qartësojmë projektin e ri muzikor X që mori ka të shumë vëmendje. Pavarësisht titullit intrigues që bëri lëmsh portalet, kënga nuk është një të ndikim nga jeta personale e këngëtarit. Jo, nuk lidhet. Mas pari është ide interesante, ide ku këngën e kemi kriju edhe Nurteli, producenti. Ai ka do ide interesante, kështu që kur më tha mu, nëse unë e shkruaj këtë pjesë tekst ta guxon ti mi kru. Për mund, tash absolutisht se punës kjo është muzikë, se fundit kjo, për shembull, ka ndodhur shumë njerëzve ku e thirrna ex ose diçka ose mundohet me kjo është normale, edhe mua ka dhënë pak funny, ndoshta njerëz mund të përdorin atë pjesën e tekstit aty për nostalgji të veta ose për momente të veta. Kështu që po, e kena përdorur atë pjesë tekstit Bëbëzojt Martin është videoklipi dal në YouTube edhe ka nga Spotify e gjithandaj, kështu që shpresoj që njerëz kanë mu kënaqur me atë këngë ose gjetë një energji momentale interesante. Patjetër, nuk e dyshoj këtë pjesë, u dok shumë këngë ritmike dhe u dok shumë për verë. Po. Me sa kuptova, edhe i prek në tel secilin për neve kena punë me naj ex. E ka po diko naj ex, që e ka thirrë, Fahiri. Se, qysh, shumë është më rëndësi me konë open njëri në kuptimin, mendoj në këtë rast dhe të puna e kongës. Se cili kemi të kalume, se cili kemi për shembull në një përjetim tillë. Është normale, nëse njerëzit e gjejnë vetën atë pjesë tekstit është shumë mirë, pse jo? Edhe mendoj që duhet të jetë edhe do kongë me mesazhe të tilla. Veç është kogja ma mirë kur e tashmja dhe e ardhmja që është e tashmja, të mirë kuptojnë edhe jenë shumë chill me këtë pjesë edhe kum vrejt me Ronitën që do të thonë edhe atë lajmin blerën e thirr eksi e kish marrë me kogja sportivitet. Ta kupton edhe punën edhe e din kënë e ka marrë për burr, në aspektin e VIP lookut, në aspektin e lajmeve, portaleve, edhe xhelozis me gjasës. Nita është jashtëzakonshme. Mas pari përveç që du mas shumëti edhe kom grua ato, kom edhe shoqe, kom krah djatë. Me Nitën diskutojmë këtë gjonat. Nitën e kom gru më të mirë në botë edhe shoqen më të mirë në botë. Në të drejtim edhe që kjo më bën mu njërin që nështë apo jam i lumtur se është shumë rëndësi njëtë me pasi një partner që të kupton që nuk gjykon edhe e din me kënë është lidh. Dhe unë nikosisht e di kush është Nita, që përfaqëson edhe absolutisht këtë pjesë është shumë rëndësi. Merr me sportivitet sepse më njeh mu, e njeh situatën, e njeh jetën tem edhe është veç funny për to, edhe adim pse jo. Kjo javë ka qenë një festë e vërtet, pasi Bler u shënoi edhe vikendin e tij këtë fundjavë. Pas gjithë këtyre ndryshimeve të mëdha, urimi që bëri për veten duket më i përmbushur dhe më i qetë se asnjëherë më parë. Sinqerisht po them, sigurisht secili i ron vetes shëndetin mas pari se pa shëndet s'ka kurrë gjë. Shëndetin, familjen, ato gjitha të mira tjera, por këtë vetë du më jarru veti si me thonë atë çështjen atë pjesën e biznesit në trading sa më shumë sukses është shumë në rrugë të mirë. Dhe po, vetja do ato kjo që me mësu në alo më shumë për pjesën e trading edhe me pas më shumë sukses në drejtim edhe të është përnda atë pjesë me njerëz tjerë.